Përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizionit 21, po fillojmë kështu me horizontin e mesditës. Uroj që keni pas një fundjavë të këndshme dhe këtë javë ta keni fillu siç është më së miri. Kur jemi tek ajo që për të filluar javën siç është më së miri, pak mund të themi për një fillim jave të mirë në mes të asaj çfarë po ndodh në lindje të mesme, më saktësisht mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas pushimit që është konsideruar si një mundësi për uljen e tensioneve, lindja mesme po përballet sërish me një përshkallëzim të rrezikshëm. Janë sulmet mes SBA-s dhe Iranit, të cilat kanë rinisur dhe Hormuzi është kthyer në epicentër të kësaj krize, ndërsa bota po shqetësohet për pasojat në sigurinë globale, çmimin e naftës dhe në stabilitetin e rajonit. Për të diskutuar rreth kësaj çfarë po ndodh atje dhe potencialisht efektit të saj në vendet të tjera të botës përfshirë këtu edhe Kosovën, kënaqësi që me ne në studio kemi analistin Lutfi Bilalli. Zotri Bilalli, faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E pam edhe në lajmet flash të televizionit 21 që pat përsëri sulme dhe mbylljet të Hormuzit, janë zgjeruar sulmet në gjirin persik, pra presidenti Trump po ashtu bëri një komentim të krejt kësaj çfarë po ngjan. Si do t'i komentani krejt këto të themi informacione që na vijnë pas pushimit të qershorit që kishim? Po, në rifillim e luftës së gjithë kanë shpresuar që momentu marrëveshja e Lucernit do zbatohet dhe do jetë fundi. Por ja që nuk doli kështu, është një mosbesim i dy delegacioneve, kjo po edhe në Lucern. Mirë po mendoj që rifillimi i luftimeve paraqet një krizë të rëndë që mund ta kaploj, po flas në aspektin ekonomik, sidomos për burimet e energjisë, shkon një pesta, kuptohet, e tërfurnizimit që rrjedh nga kjo pjesë, jo vetëm nga Irani, por nga shtetet e gjirit përsëri që kalon përmes ngushtisë së Hormuzit. Iranianët, të them drejtën, ngushtisën e Hormuzit e kanë ata që i kokën bërthamore të tyre, të cilët tentojnë që me këtë levë kundërshtarin në një mënyrë ta binë në pozicionin që mund të ketë vështirësi, sidomos rreth asaj se kush do ta kontrolloj. Është një marrëveshje e tillë mes Iranit dhe Sultanatit Omanit për menaxhim përbashkët të kësaj ngushtisë. Dhe kjo mendoj që, të them drejtën, ngushtisa është 30, gjansira ka dikon 35 kilometra, do të thotë dikon 18-19 mile, por ja që kjo pjesë paraqet në esencë rëndësinë më të madhe për gjithë globin. Çka ka ndodhur është jashtëzakonisht interesante. Goditjet e dielës së kaluar kanë qenë arsyet për disa goditje të tankerëve që janë bërë nga forcat e korpusit Gardës Revolucionare Islamike. Pastaj kanë filluar bombardimet, ku ka qenë shpreha e Trumpit që ata janë gënjeshtarë. Mirë po në anën tjetër kemi edhe fjalori i tillë në një farë mënyrë tregon tensionimet të cilat mund t'i kemë në ditët në vijim. Ka një përpjekje të Katarit për ndërmjetësim dhe për të ndaluar luftimet dhe të rifillohet me atë që ka bërë në Lucern. Por 14 klauzulat që përfshin brenda kjo memorandum marrëveshje, them drejtën, është vështirë. Ata që njohin situatën mirë në lidhjet e mesme, e dinë që vështirësitë dhe mund të ketë prognozuar, kom pasur në paraqitje të tilla, ku kom deklaruar kom qenë skeptik për këtë marrëveshje. Dhe në fakt e përmendëm ngushticën e Hormuzit dhe është pikrisht e Irani në lajmet e fundit, nëse veç ju referohemi me atyre, ai i cili ka njoftuar një mbyllje të sërishme. A mund të dërgonte kjo në një ofensiv të plotë ushtarake nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Si do ta vlerësoni? Mund të presim një gjë të tillë përkundër këtyre, të themi, intervenimeve, ndikimeve, përmendëm Katarin, por edhe vendeve të tjera? Në aspektin militarist, goditjet amerikane kryesisht kryen nga bazat aeroplanbajtëse të tyre, nga avionët F-35, goditjet me Tomahawk që i bën, me duke ndonjëherë amerikanët futin e përdorim edhe B-2-shin, sprinterin i cili është jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe ato ku godet populli më thotë nuk del barë. Por mendoj që kundërpërgjigjja e Iranit ka qenë befasuese, sepse për shembull baza amerikane që dyshohet që mund të jetë edhe komanda qendrore forcave amerikane në Jordani, në Prince Hassan, është goditur dhe kjo për shembull për posvendeve atje pej Kuvajti deri te Emiratet e Bashkuara, edhe një sistem radar i vëzhgimit kontrollit edhe në Sultanatin e Omanit është goditur dje.
Dhe thëmë drejtën, goditjet të tilla tregojnë atë vitalitetin që kanë forcat iraniane. Por amerikanët janë 140 objektiva të cilat sipas komandës qendrore SHBA-ve janë goditur nga amerikanët në Iran, vetëm të shtunën. Të paktën kështu thuhet në informacionet e fundit. Po, ke drejt, amerikanët kryesisht goditjen kanë bërë në pjesën jugore, sidomos Bandarabazit, asaj ujdesës e cila gjendet nga të Bandarabazit, Sharmit dhe pastaj harku paraqitet që një ndër momentumet që është përmendur shpesh që mund të invadohet. Mirë, por problemi nuk asaj përket trupave toksore është problematik, sepse duhet të ketë dikon 1 milion deri 1,5 milion ushtar për ty në Iran, sepse Irani kuptohet 1,6 milion kilometër katror. Dhe është vështirë dhe ka terren gjeografi jashtëzakonisht të vështirë për trupat e komsorisë infanterinë amerikane. Unë nuk e besoj kjo, nuk do të jetë goditjet do të jenë kryesisht nga distanca. E qartë. Irani përgjigjet në mënyrë, mund të them, nuk ka mundësi të bëjë luftë drejt për drejt, por goditjet e tyre kryesisht kryhen nga Khabar Shaker 4-shi, i cili është jashtëzakonisht efikas, është problematik një anë ballistike, raketë ballistike, e cila goditja e atyre është jashtëzakonisht efikace. S'po flas për Sejilin dhe pjesë tjera të domenave të raketave ballistike iraniane dhe dron Shahedi, kuptohet, 136, të cilat në një farë mënyrë në vendet e xhirit goditjet e tyre në infrastrukturën amerikane dhe bazat amerikane deri diku ka qenë efikase. Nuk kem shënime të plota për damet që janë pësur, por amerikanët goditjen e tyre është interesant që kanë bën në një pjesë hak kanë në pjesën ku një ur kusht pjesa e infrastrukturës e korridore e cila barte naftë për pjesën me vendet e Kazakstanit dhe Turkmenistanit për të depërtuar në Rusi dhe në Kinë. Pra sigur do të shkëpus një linjë. Linja e korridorit është goditur nga forcat amerikane dhe kjo goditje nuk u bë rastësisht, por sepse është e menduar sigurisht. Është menduar mirë. Kuptohet strategët amerikanë këto gjëra në goditje i mendojnë mirë, kanë mund të them një elektronik jashtëzakonisht. Por Irani në një farë mënyrë me proksin deri diku të informacioneve kineze dhe aq më tepër ruse, sepse rusët e kanë problematikën në detin Kaspik. Nuk dëshirojnë kurse si amerikan të jenë ata që dominojnë Iran. E kuptoj. Tani, nisur nga krejt kjo situatë dhe nga fakti që ka një dëshirë, nëse mund të themi ashtu, të vendeve të tjera që kjo luftë të pushojë në mënyrë që të mos pësoj më pas edhe pjesë të tjera të botës, a mund të themi që po shkojmë drejt të themi shpenzimit të gjitha rrugëve diplomatike për t'i dhënë një zgjidhje patësore krejt këtij problemi, nisur nga ky rifillim i luftimeve, nëse mund të themi kështu. Për të arritur një pas do të më qenë garantues i fortë. A kemi garantues të fortë? Jo sepse i fortë. Pakistani nuk është për të nënçmuar, është nga 9 vendet atomare. Por nuk është në statin për zotë azot kinezëve ose truzëve. Pikërisht, për këtë arsye po them, kemi një garantues të fortë. Nëse Evropian Trumpi është i dhëruar pak me Evropian se nuk e kanë ndihmu. Por mendoj, shef, kjo luftë i ka dy edhe një qëllim final. Cili mendoni që është ai? Ajo është që ata koncernet më të fuqishme kanë fitime milarqe. E qartë. Pra nuk bëhet thjesht për të shliruar ngushticën e Hormuzit. Jo, ta marr një shembull. Për shembull, po që se Barela ka qenë gjatë kohës kur është nënshkruar marrëveshja ka rënë $90, tash hyp 100-102. Para mendo ky $12 në barel. Ta zon 1 milion barel, bënë për llogaritjen çfarë fitimesh kanë marrë mendse. Do duhet përdor kalkulatori. Dhe kjo mendoj që gjitha këto koncerne të cilat sidomos amerikane, por mund edhe tjerë, rusë kanë pas diçka përfitim sepse u kanë pas një farë lloj embargo për shkak të asaj që kishte pengesa për furnizim me naftë, por fitues kryesor i kësaj janë kompanitë ata gjigante të cilat në një farë mënyrë edhe fitojnë, mirë po edhe financojnë luftën. E qartë. Të zë industria armatimit në këtë kohë është më e zhvilluar, po them në të gjitha polet, po sidomos në Amerikë. Kjo ka të bëjë me luftën në Ukrainë, po evropianët janë amerikanë dërgojnë armë, lekun e dhanë evropianët. Dhe kjo tregon që dhe aspekti geopolitik i linjës së mesme. Kinezët janë vlitruar rruga parimi kineze ose rruga e Mendavsht, apo si quhet një brez një rrugë, është jetike e Irani për BRICS-in dhe për kinezët. Do të thotë kemi një puçje të një konflikti ku janë interesat të tri fuqive, të cilat rendin e ri botror tentojnë ta bëjnë në këto ta quajnë në lloj trentiteti. Dhe këtu dua të dalë pikërisht te kjo që po e përmendni tek ky rendi i ri botror. A mund të themi që
në fakt nuk po flasim për një krizë të përkohshme, për diçka që ndoshta të themi hajde në shtator kemi me pas një tjetër apo për shembull se nuk është. Fakt po flitet për një rend të ri botëror ku luftrat ma nuk zhvillohen për territore, por për energjinë, korridoret detare mbi gjitha këtë dominimin global që e përmenda. Pas kënë hatin aspektin geopolitik, po mje mirë se pyetjen e bërë atillë që besoj që ndoshta këtë informacion. Por një është, i përmendet gjitha këtë të rrugë detare, t'ja shtojmë luftrat në të armën do të bëhen përpos resurseve të rralla që quhen, dhe luftrat do të bëhen për ujë. Ujë është problematika kyçe. Po. Sepse bota ka jashtëzakonisht resurse të cilat mungojnë, kanë deficite. Për shembull ne kemi të lashe me ujë. Sigurisht. Është pika kryesore e imanit, vitaliteti dhe mund të them i gjithë ai kapitali jon është imani. Sepse ne mund të rrim pa dukat. Po sigurisht. Pa ujë bashkëkombësit tonë Maqedoni. Por pa ujë jo. Dhe kjo mendoj që në këtë aspekt në të ardhmen do kemi ndeshje të tilla të cilat kanë bëjnë edhe për resurse dhe zati shef Trump e ka thënë haptas. Venezuelën e ka marrë për naftë. Mesin se është e para në botë. Venezuela, Arabia Saudite, Irani treti. Por është naftë e dot. E Venezuelës. E Iranit është bukur e mirë. Në kualitetin e kuptoj. Dhe kjo tash edhe kjo luftë bëhet për resurse. Ndoshta në të ardhmen mund të kemi një menaxhim të atyre resurseve së bashku me amerikanët, me Iranin apo me kinezët dhe kjo mund vijë. Po pse bëhet kjo luftë? Kjo bëhet për primat. Luftën e fiton ai që ka hekur më shumë. Po shojnë në fjalorin popullor. Mirë po, strategjia dhe mund të thama kush do të paguaj çmimin më të lartë për këtë luftë? Irani, SBA apo krejt bota, sepse në një luftë e tillë ne ishim dëshmitar të asaj që patëm naftën deri në gati 3 euro. Mos flasim për energjinë e shumë elemente të tjera të cilat janë të ndërlidhura me këtë tregtin që bëhet gjithandej botës, e që Irani ka këtë elementin që e përmendet ju, ndoshta më të fuqishëm edhe se këto bërthamore të cilat ata thuhet që prodhojnë. Pra, kush po humb më shumë në këtë konflikt që e kemi të riaktivizuar? Po sigurisht konsumatori, po flas në nivel botëror, qytetari i cili në jetën e përditshme ka nevojat më të mëdha, por humbs më sigurisht jeta e njerëzve. Dhe mendoj që në këtë aspekt moralitet në aspektin ndërkombëtar të politikave, sidomos atyre militariste, nuk çojnë fort kokën për këtë. Por në përgjithësi humbs është vështirë të përshkruhet kush fiton. Për shembull ke pas debate shumë me arritjen e atij marrëveshjes, a ka fituar Irani apo Amerika? Jo, një vend që nuk pushtohet me komsori ose kapitullohet. Nuk kemi një fitues. Jo, nuk mund të kemi një fitues dhe kjo në një farë mënyrë paraqet dilemen. Ne si Kosovë në aspektin e asaj se kush ka primat dhe kush duhet të jetë gjandari i botës, ande jem të interesuar dhe kemi interesa jetike me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është ajo çka kur flasim për analiza fakte dhe data, është dallon nga ajo që ne kur rreshtohemi. Do të rreshtimi jon dihet kusht. Mirë po, të jem në pyetjen e juaj konkret, humbs do të jenë nga pak të dyja palët, por më shumë të qytetarin gjithë globin. Po, dhe një pyetje të fundit, zotëri Bilali, në krejt këtë situatë që kemi në lindje të mesme, në luftën në Ukrainë, duket sikur kanë mbetur në hije disa prej problematikave shumë të rëndësishme të Evropës, siç është Ballkani perëndimor, më saktësisht raportet Kosovë-Serbi. Si mendoni që do të ndikojë kjo në krejt këtë, të themi, sigurinë e brisht, nëse mund ta quaj kështu që kemi në këtë rajon? A do të mund të ketë ndikim? Sepse kuptohet vëmendja është diku tjetër. Dhe kur jemi në hije, lëvizjet janë më të lehta dhe mundësi që të bëhen manipulime të ndryshme janë më të mëdha. Besoj pajtoheni me mua. Dora, ke drejt plotësisht impakt ka, sidomos Ballkani është një vend që fatkeqësisht nuk shkojnë 50 vite edhe ka rrëbeshet të luftime. Këtë ka tregu, po flas në aspektin historik, inshallah nuk ndodh kjo. Edhe në të ardhmen. Por mendoj që impakt ka, përpas atyre impakte të energjisë që edhe ne psojmë. Mendoj që gjitha këto Evropa në një farë samiti NATO si 36 në Ankara ka treguar që ka fragmentime, ka problematikat e veta. Është mirë që Kosova pa pjesëmarrje në margjina është fokusuar. Falë edhe presidentit turk, i cili ka një fjali atë një citat interesant. Jemi të gatshëm ta përdorojmë kupolën mbrojtëse turke në kuadër të aleancës nga Kosova deri në Baltik.
Dhe kjo është e mira. Siguria paraqet sot mund të them alfën dhe omegen për gjitha komponentat tjera. Mirë po, ne si Kosovë do të kemi kujdes sidomos sa i përket asaj integrimeve euroatlantike, ku jemi mbrapa, mund të them drejtën. Mirë po, mendoj që ne ndonjëherë jemi në dorën e dikujt, nuk kam qef ta them këtë, sepse do të jemi edhe vetë ata që duhet dora jote si shtru nuk rune askujt, por këto fuqit që neve në një farë mënyre na dhonë një lloj shtytje sa i përket aspektit të sigurisë. Është që shalotin ka dur se të fortin e ki prapa. Dhe kjo në një farë mënyre është e mirë, është pozitive. Mirë po nuk do thotë që ne duhet të rrinë sy mbyllur. S'po tham na fjalorin, hajde të flajmi tash se është gjë e kem sigurt. Në këtë botë nuk ka gjë të sigurt. Gjëra ndryshojnë. Dinamikat e gjeopolitikën botërore ndikojnë shumë. Rreziku jon është forcimi i krahut të dikujt tjetër, i cili mund të ketë impakt pastaj edhe ky fshim. Ne duhet të jemi shumë vigjilentë në këtë. Po, do shumë vigjilent. Zotri Bilali, kënaqësi shumë e madhe që të patëm sot në Horizont. Faleminderit. Faleminderit shumë.